vetë për kontributin në fushën pedagogjike apo sociale ose morale ose ekonomike, varësisht nga rrethanat dhe nevojat që i kërkon shoqëria. Padyshim se bota është me plot ngjyra. Edhe sigurisht se njeriu ka vazhdimisht nevojë për ushqim me dituri. Vazhdimisht ka nevojë të zgjerojë horizonte të reja. Unë të përgëzoj për atë banerin që kishe vendosur aty, portretin e Panolit, portretin e Imam Isa Hoxhës, nga Ptyçi, burri i madh, themeluesi i Bashkisë Islame në SHDA. Është një kontribut i jashtëzakonshëm të cilin shumë pak kush e ka, unë kam parë atë shkrimin që e keni postuar, kam parë disa që janë mundur është pak ajo, është shumë pak. Për shkak se ne duhet, do të kishte qenë shumë mirë të bëjmë një akademi shkencore që përkujtojmë kontributin e imamit nderuar, Isa Hoxha, i cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në themelimin e Bashkisë Islame Shqiptare në United States, në SHBA. Sigurisht, ne kemi pas shumë imam të mirë që kanë dhënë kontribute, Abdullah Hoxha, Haxhi Zek Bugleri, që ka qenë edhe Haxhi, po dhe Hoxh ka pas vjetë i familje muslimane fetare, ka dhënë kontribut për feje dhe për abej. Dhe sigurisht se neve si duket, komunizmi ka bërë vetën, që e përmendëm më herët, për shkak se i ka mbuluar ato figurat të cilat kanë qenë figura idealiste, dhe kleri, ose ta them më mirë, hoxhallarët se për efterit një farë mënyre, më së miri të e shpjegon edhe prifti i njohur rënë për me jetue, atë Zetlumi, që tregon për persekutimin që është bërë pra njerëzve të fesë. Vllai dashur, faleminderit.